Frika nga puna e përbashkët është e lidhur me frikën nga totalitarizmi që ka ekzistuar në epokën staliniste. Për këtë arsye është e nevojshme të mendojmë sërish për çështjen e komunitetit. Është një pikë vështrimi nga teoria e artit të pjesëmarrjes. Mbi praktikat të pjesëmarrjes bazohet rezultati i kërkimit 2 mujor që disa artistë të artit pamor kanë kryer gjatë rezidencës së Institutit të Artit Bashkohor në kryeqytet, që ekspozohet në Tirana Express. Instalacioni i Henrieta Meçes, Tritryeza me njollat e filxhanëve të kafes në një vështrim të dytë, na paraqet portrete të shpërfituara nga pasiguria e njerëzve, që ajo ka takuar në pragun e zgjedhjeve. Unë punova me publikun e gjerë, jo me njerëz specifik, për të parë se sa të interesuar ishin të dinin të ardhmen e tyre. Edhe si thash më parë, edhe pse unë i sqarova që unë nuk jam në gjendje të parashikoj të ardhmen e asnjë njeriu, dhe që do t'i sajoja gjërat, njerëzit janë në një situatë kaq të pasigurt sa që çdo gjë e besojnë. Vetëm të kenë një lloj shprese për të vazhduar në të ardhmen. Ka artistë që kur e vendosin fokusin mbi qytet dhe ndërtimet e tij, gjejnë njerëz që e përjetojnë hapësirën reale si presion dhe boshllëk. Boshllëk quhet ky projekt i Studios 203, realizuar nga artist arkitekt italian e shqiptar Stefano Romano, Guido Affini dhe Riselda Çobo. Akti i fryrjes së Tullumbaçit edhe i kësaj lodhjes dhe i frymarrjes së rënduar në momentet e caktuara lidhet me të drejtat që ne kemi për të shfrytzuar hapësirën. Duke dashur që ta kthejmë në një element shumë të thjeshtë dhe të lehtë për të kuptuar, por edhe shumë të rëndësishëm, kjo fryrje dhe shfryrje dhe sforca e treguar nënkupton për ne sforcën që ne kemi çdo ditë për të zënë dhe për të shfrytzuar hapësirën që na rrethon në mënyrat që ne duam. Videoinstalacioni Partizanët Pink i Edit Pulajt, piktore, kërkon pak kohë dhe këmbët e vizitorit që ai ta ka përsëri distancën me veprën e artit. Është marrë flamuri i komunitetit LGBT si pikë reference pra ngjyrat e flamurit dhe duke dashur të domestikoj, familjarizoj problematikën në thojzat homofobisë dhe ta bëj diçka shumë familjare nëpërmjet një objekti më së familjar, siç është papuçet që ne veshim në shtëpi. Dhe kjo është gjithë piknisja e kësaj iniciative. Sepse mendoj që frikrat ose fobit që ka shoqëria shqiptare, ashtu si dhe me racizmin, për shembull racizmi, është pikë referencë është ngjyra. Frika nuk ekziston pa objektin e dhunës. Performuesit e Drian Zenelit, të rinj të zakonshëm që kanë pranuar të jenë pjesë e projektit Davidi Pagoljath, e kërcënojnë vizitorin me llastiqe. Një mur xhami i ndan ata. Pak nga pak vizitori mësohet me këtë përballje sa reale aq edhe e pamundur. Ai e ka në dorë të vedisohet për lojën apo të kalojë indiferent. Në thelb, ekspozita e ngritur mbi praktikën e pjesëmarrjes është një përgjigje për natyrën e provokimeve të frikës te shqiptarët në këtë moment.